Murceli e Plova dënohen me burgim të përjetshëm. Kokalla dënohet me 30 vite burgim. Nai Murceli dhe Granit Plova janë dënuar sot me burgim të përjetshëm për vrasjen e Liridona Ademaj, ndërsa Kushtrim Kokalla është dënuar me 30 vite burgim. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur vendimin ndaj të akuzuarve, duke përmbyllur një nga proceset më të ndjekura në vend. Në seancën e kaluar, prokuroria Jovarka Prelinqević ka kërkuar burgim të përjetshëm për të tre të akuzuarit, duke cilësuar rastin si krim makabër. Ajo ka theksuar se gjatë procesit janë paraqitur 3 versione të ndryshme të ngjarjes, të cilat sipas saj përbëjnë përpjekje për shmangje të përgjegjësisë dhe bartje të fajit. Nga ana tjetër, Nai Murceli ka mohuar çdo përfshirje në rast, duke thënë se nuk ka paguar, porositur apo ndihmuar në vrasjen e bashkëshortës së tij. Ai pretendonte se në natën kritike familja ishte përballur me një grabitje dhe se ai nuk ka qenë në veturë në momentin e vrasjes, duke e quajtur çdo akuzë ndaj tij si të pavërtetë. Plova nuk ka pranuar të deklarohet rreth fajësisë, por gjatë dëshmisë së tij, ai ka thënë se veprimet i kishte bërë sipas marrëveshjes me Murcelin, që ky vetëm të merrte përgjegjësinë për rastin. Ai pretendon se në momentin kritik vetëm dëgjoi krisman dhe më pas i u tha të largohej nga vendi i ngjarjes bashkë me armën që e kishte kryer vrasjen, duke pohuar se më pas kishte ikur me shpejtësi. Kurse Kokalla, që fillimisht s'kishte pranuar të deklarohej, më vonë gjatë shqyrtimit ishte deklaruar i pafajshëm për rastin. Gjatë dëshmisë së tij, ai ka mohuar përfshirje në krim, duke theksuar se për ngjarjen kishte mësuar fillimisht nga mediat, por si dyshohet se ndodhi vrasja. Mbrëmjen e 29 nëntorit 2023, Liridona Ademaj u vra në një rrugë në fshatin Bërnicë të Prishtinës, teksa ishte në veturë bashkë me bashkëshortin Nai Murcelin dhe 2 fëmijët e tyre. Akta akuza e ngarkon Murcelin se kishte planifikuar vrasjen e saj me qëllim që të përfitonte nga sigurimi i saj jetësor në Suedi në vlerë prej rreth 260.000 eurosh. Kokalla akuzohet se kishte njoftuar Murcelin me Plovën, i cili akuzohet se ishte dorasi. Plova akuzohet se kishte vrarë Ademajn me armë zjarri, duke e qelluar në kokë, sipas ekspertit mjekoligjor, në një lartësi prej 2 deri në 5 cm. Sipas prokurorisë, ai kishte kryer vrasjen në këmbim të 30.000 eurove nga Murceli. Mirë po gjatë gjyqit, Kokalla ka deklaruar se marrëveshja me Murcelin për të marrë përgjegjësinë e vrasjes ishte për 250.000 euro, por që të mos përmendeshin shuma të mëdha ishin dakorduar që në polici të përmendeshin vetëm 30.000 euro. Ndërkaq prokuroria e rastit ka deklaruar gjatë shqyrtimit gjyqësor se Murceli e kishte mbajtur për krahu bashkëshortën e tij që të mos i shpëtonte plumbit. Pistoletën me të cilën ishte kryer vrasja, Murceli akuzohet se e kishte blerë nga Tom Dodaj për 280 euro në ditën e ngjarjes tragjike. Ky i fundit e ka pranuar fajësinë në fillim të procesit gjyqësor, ndërsa në shkurt të 2025-s u dënua me 5 vjet burgim dhe 5.000 euro gjobë për veprën penale, importi, eksporti, furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse. Mirë po pas rreth një viti, gjykata e apelit ja uli dënimin Dodajt në 3 vjet burgim dhe 3.000 euro gjobë, duke përmendur si faktor pranimin e fajësisë, kërkimfalje ndaj familjes së viktimës dhe faktin që nuk ishte qenë në dieni se çfarë do përdorej arma që e kishte shitur.